Sa prind janë fetar, i kanë fëmijët fetar para syve tina. Nëse prindi shkon numre, fëmija shkon diskotekë. Pse ndodh kjo? Sa i fetarinë e ka veç para babës, ndërsa në vërtet jeta e tij reale është diskoteka. Që para ty teje e vendon ndoshta shamin, vajza, ndërsa pas teje aja e largon, apo fëmija para teje falet, pas teje si bjen men për namaz, apo shkon edhe rrugëve tjera të këqija. Ndaj më mënu me qenë sa ma i drejt me ta dhe me jam mësu drejtësia është duke të regu ti qëshje dhe jo qësh do une me konti. Por kjo arrihet nga dalë. Dhe e fundit që kisha përmend është përmirësimin e tina praktik dhe jo teorik, sepse është periudhë shumë e rëndësishme në formimin e tij intelektual. Ndaj çdo gjë që është teorike dhe praktika jote e thot kundërtën, të fëmija krijon një fakë, si e faqësi, ty s'të të falë. Nëse i thumë së sure, ty s'të shë kur me kuran dorë. Nëse i thumë së rënë telefon, ti krijon një fëmi munafik. Ai para teje ka me hop Kur'anin, edhe ka me mësu një sure, edhe ka me falë, po mas teje ka me konë qysh jeti realisht. Sepse vepra jote ndikon më shumë se fjala jote, dhe e nësë ndonë me shemë prej atyne që mënu me eduku si çdohet, më bo shambuj fëmijët tonë.